Tema që kemi diskutu sot janë të rëndësishme për shkak që këshyren ndryshe prej dy perspektivave. Në eksperiencën tonë, prej perspektivës së edukatorit edhe të prindit. Diçka që na e diskutojmë shumë shpesh edhe me kolegë edhe me prind është që kjo puna e kur fëmia mërzitet ose me përdor termin anglisht gets bored. Mendoj që këshyre të ndryshe prej këtyne dy perspektivave dhe kisha dashur pak me u ndal qysh na e trajtojmë si temë sa herë na bjen me e diskutu. Mendoj që nëse e shohim pjesën e boredom ose me u mërzit, mos me pas çka me bo në shtëpi, për perspektivës të prindit, mendoj që prindet e kanë një farë presioni, gjithmonë me bo edhe një aktivitet në shtëpi, edhe diçka me punu në shtëpi, edhe me mundu me mri do gjana në shtëpi, që për mendimin tem janë të panevojshme. Mendoj që krejt prind, përpos nëse jena tu fol për fëmijët moshave 6+ që kanë detyra në shtëpi që duhet me bo në shtëpi, detyrat shtëpisë që ju jep shkolla. Ndër moshën 6 vjeçare absolutisht nuk është e nevojshme me bo asnjë aktivitet kur shkon në shtëpi, që e ndërlidh, për shembull nëse shkon në shtëpi dhe bën aktivitete që janë për shembull numra, shkronja, çka e dione. Ato është mirë për shembull gjatë kohës kur janë fëmijët në shtëpi, me shpezu kohë me prindin që janë me bo aktivitete të cilat e ndihmojnë pak lidhjen prind-fëmijë, që ndoshta është për shembull me gatu bashkë ose me bo në që si lloj aktiviteti. Mirë po milion fëmijët me u mërzit edhe mos me pas çka me bo, në fakt ju ndihmon atyve shumë me zhvillu kreativitetin edhe me pas hapsin pak me njoft veten, edhe mos me pas gjithmonë prej për shembull prej anës të kundërt me ardhur ndonjë lloj stimulimi, ai mund me qenë televizor ose iPad ose telefon, çka do që fëmijët përdorin tash këto ditë, po e rëndësishme është milion ata me u mërzit edhe ata me gjetë një farë lloj loje vet, ku nuk ka stimulim t'jashtëm. Përkundrazi, sado që mendojmë që fëmia s'po ka çka me bo, është koha e vetme kur ata për një me janë të stimulu trunin e tyne që me e bo naj aktivitet ose naj punë ose naj çka do naj loj e cila i ndihmon ata me zhvillu shumë aspekte shumë aspekte përka zhvillimi i trunit që janë nis prej zhvillimit kognitiv e shumë aspekte tjera. Mendoj që nuk është e nevojshme absolutisht me bo asnjë aktivitet. Mundën me lon fëmijët edhe mu mërzit, s'ka kur gjë të keqe. Metodologjia që na e përdorim, mendoj që shumë e mbështet që të punën e me u mërzit ose getting bored, për shkak që na dhe në trajnim e kemi fol disa herë qysh asnjëherë një mësuese nuk ka më shku me i thonë një fëmis merre çet material ose me afrute një material ose me a marrë dhe me a qitë në dorë. Fakti që ata janë të lirë edhe me qenë të mërzitur ose mos me e ditë sakt çka po dojnë me bo. Në momentin që na në përditshmëri e kemi pa disa herë që fëmijët mërziten edhe nuk kanë dëshirë ndoshta me bo diçka caktume në një kohë caktume, kur ju jepet liria është shumë më lehtë për ata edhe me dash me bo diçka edhe kanë qatë autoritetin e plot për me vendos çish po dojnë me kalu ditën. Përderisa nuk është tu i pengu dikujt tjetër, një fëmijë është komplet i lirë me vendos edhe me qëndru ullën ose me pushu pak, na gjithmonë edhe i stimulojmë fëmijët me verbalizu që ato çka po e ndjen. Neve na ndodh në përditshmëri me ardh një fëmijë dhe me thonë jam mërzit ose jam lodh, edhe gjithmonë e ka mundësinë mas ne me vendos çka po don me bo. Mendoj që kjo i hap goxha shumë do dritare, sidomos kur vjen puna e observimit. Nëse një fëmijë nuk është tu bo në thojza kur gjo, gjatë asaj kohe me do e mos është tu i shiku fëmijët e tjerë. Ishim dal këto me e fol sa është e rëndësishme në metodologjinë Montessori observimi, jo vetëm observimi i të mëdhejve që jemi mësu me e përdor disa herë në diskutime, mirë po edhe observimi që e bojnë vetë fëmijët. E mendoj, më kujtohet kur pata shku me bo trajnimin në Angli, trajnerën e kena pas një person e cila i ka 35 vjet eksperiencë të punës, edhe tregoj ke një rast një fëmijës që 2 vjet, fëmija i ka najt non stop tek krahu, edhe asnjëherë ai fëmijë nuk ka marrë me punu me një material. Thëjke, tepër e kom pas vështirë qysh mi tregu prindve të vet që ajo fëmijë s'ka bo kur gjo. Të ditën ka najt me mu, te krahu jam, edhe non stop veç ka observu. Thëjke, kur vishim prind në fund ditës, i thëjsha me mu ka najt, po qysh ka najt me ty çka ka bo të ditën.
u stimulu, qysh me thonë që su stimulu në sensin klasik, dhe ke se une jom konë mësuse e re, jom konë të e kry trajnimin për vete, edhe thësha çka është çka problemi këtij fëmije, pse ky fëmijë non stop rën veç me mua dhe nuk rën me fëmijë tjerë, nuk po socializohet në thojza, edhe asnjë material nuk është të e përdor vetë, edhe esenca u komi përdor materialet vetë. Të ke 2 vjet non stop jo marrë me prind, po non stop të ke kom diskutu edhe me tjerë qysh me stimulu, s'ka pas shans me stimulu. Absolutisht nuk ka ekzistu një mënyrë që ti me stimulu që atë fëmijë me bo diçka. Ajo non stop ka nejt edhe i ka qysh krejt fëmijët e tjerë çka po bojnë. Por momentin që o kon e sigurt se disa fëmijë janë vetë e kanë qëtë natyrë të punës që dojnë njerë mi pa tjerë qysh po punojnë, e mandej me tentu diçka me bo vetë. Thëke kur ka fillu mandej me punu, se i ka pas 2 vjet e gjys kur ka hite klasa 3-6, pra kun shumë e vogël, po me 4 vjet e gjys, krejt materialet e mundshme, çka do që kanë ekzistu, i ka bo me perfekcionizëm. As nisa nuk e ka bo pa u kun e sigurt me bo, do fëmijët dojnë mi pa fëmijët e tjerë. Edhe e mendojsha vetë, isha paramendo me kon situatën e një, çfarë problemi kështë qëndru me prind, se prindit dënë me pru fëmijën në shkollë dhe kur është këto me punu edhe me u stimulu edhe me mri këtë ato milestone-at kognitive, çka po dijone, mirë po, do fëmijë janë qashto, ta tilla, dhe kanë dëshirë me pa qysh po punon dikush edhe madje na kur e bën një material me bu kështu, nashta jo kitë perfekt, po se edhe nuk është me patjetër me bo perfekt, po e bën me qatë siguri që e ka fitu të i observu fëmijët e tjerë. Edhe fakt nuk është problem, nuk është sa një keq, është it's okay, dhe mundet me mu mësu me tjerë, mundet mi pa tjerë që po punojnë edhe madje na dikur me provu me bo vetë. Raste shumë të ngjashme na i kemi përdit në nido. Prej eksperiencës na e dim qysh një fëmijë cili ka ardhur një moshë shumë ma herët në klasën 3-6 i mëson materialet shumë ma shpejt. Këto e thëm me kompetencë të plot për shkak që më ka ra me pa disa herë. Ndoshta gjithmonë ndikon karakteri i fëmijës, mirë po ndoshta ka qenë një fëmijë që nuk i mëson gjana çaq shpejt sa një fëmijë tjetër, mirë po në momentin që ka qenë prezent dhe i ekspozum në çato materiale për një kohë ma të gjatë, ka qenë shumë ma lehtë me e prezantu edhe me kuptu një material cilin e ka pa edhe i ka pa shokët edhe na e kemi qatë veçanti që 2 fëmijë që janë të i bo 2 gjana krejt të ndryshme mujnë mu ullë afër njëri tjetrit edhe me dojë mos ata kanë me dëgju njëri tjetrin. Klasa Montessori e kemi folë disa herë, është pak ma e zhurmshme të fëmijët gjithmonë e dëgjojnë tjetrin çka po thot. Prej eksperiencës e di sa shumë fëmijë janë mësu për shembull me lexu, tu i dëgju tjerë, tu i thon tingujt. E vërtet, edhe mendoj që ajo është qysh ndërlidhet që kjo pjesa e boredom, ose të qenurit të mërzitur në klasë kur s'kan çka me bo, ndërlidhet me pjesën që edhe kur ata janë të mërzitur nëse janë të bo kur gjo, janë të marrë gjithçka që është të servu prej qati ambiente. E në këtë rast në shkollë Montessori, si qysh është nido, një fëmijë cili ka për shembull 4 vjet edhe s'është di çka me bo, se nuk është që i pibohet diçka specifikisht ato momente, patjetër që është të ndigju një fëmijë 6 vjeçar që po lexon. Kështu që nuk ka shansa me i ikë çajo informat për shkak se fëmijët janë çashtu Maria Montessori edhe i qunë absorbent minds, se ata në çfarëdo ambienti që janë të i marrë këtë informatat prej atij ambienti. Kështu që mirë është me u mërzit, mirë është me u bo bajat, qysh me thonë, mos me pas çka me bo. Është në fakt një sen pozitiv që ju ndodh fëmijëve. Mirë është edhe për neve të mëdhajve, edhe na të mëdhajt nuk është pa tjetër me marrë telefonin edhe me scroll aty, me këqyr çka ka na isa në Instagram, është mirë edhe heq mu baj ata, mos me bu kur gjo, se na bën mirë në aspektin mendor edhe nuk është me gjithqysh me pas stimulim konstant. Si për neve që nuk është mirë, normalisht është edhe për fëmijë njëjtë. Ma mirë është me marrë fëmijët pa asnjë lodër, pa asnjë top, asnjë kur gjo, me dalë natyrë, edhe veç me eksploru natyrën, edhe me u mërzit tu i këqyr drojt, për shkak se fëmijët patjetër kanë me gjetë një lojë me bo. Një si që është për neve që është mirë nga një herë veç me dalë natyrë dhe mos me bo absolutisht kur gjo. Njëjtë është edhe për fëmijët. Pandena tjetra është që sa herë që po flasim për fëmijë edhe qysh ata ndoshta mërzitën në klasë s'kan çka me bo, harrojmë që ata e kanë një autonomi të plot çka munden me bo në klasë. Çajo autonomi është e pa diskutueshme dhe nuk mundet kërkush me ja cenu, qysh me thonë. Çaj fëmijë mundet me zgjedh
me bo bajat, mos me bo kur gjo, ose mundet me zgjedh me punu diçka, mirë po nuk mundet asnjëherë, se që kemi thonë, nuk mundet asnjëherë me pengu klasën nëse me pengu një shok ose diçka, ai duhet me ditë që ato janë limitet e klasës, mirë po gjatë asaj kohe është të mësu edhe prej të fëmijëve tjerë që ka merr, po është të mësu edhe pak që nuk ka çka me bo, thot, okay, u mërzita boll tash ka këtë stimulim sa dush me marrë një materiale me punu me to, e gjatë atij procesi me mësu diçka të re. Një fëmijë i cili observon dhe jo me do e mos është u bo diçka, në shumicën e rasteve është një fëmijë që është i qetë, që nuk është që del në e farë zhurme prej ti dhe nuk është që e pengon klasën. E vërtet. Kur flasim për një fëmijë të qetë, tash në sensin tradicional që shemi mësu, është një fëmijë i mirë ose me sjellje të mirë. Që kjo është një prej pikave që edhe me prindët diskutojmë, na nuk është që gjithmonë e mbështesim të qenit i qetë ose mos me qenë tu i verbalizu gjanat ose mos me qenë tu u përzi me sende që apo të ndodhin ose diçka e tillë. Si edukator mundet me na u duk si diçka pozitive kur një fëmijë është i qetë ose nuk po bën zhurmë. Mirë po në një klasë Montessori kjo nuk ndodh për shkak që na gjithmonë i udhëzojmë edhe jemi aty për mi stimulu fëmijët me u shpreh edhe me ndoshta edhe me ndonjë rast edhe me kundërshtu diçka që nuk po dojnë ose me pohumi, po gjatë gjithë kohës me qenë të vetëdijshëm për gjanat që ju ofrohen ose cilat i rrethojnë. Mendoj që diçka që është shumë specifike për shkollën tonë është që në fakt na brengosëm kur një fëmijë nuk është që me thonë është shumë i urtë ose shumë i qetë, na brengosëm për ata se mundohem me ja u mundsu krejt fëmijëve me gjetë një farë forme zonin e vet. Me i ditë mi kuptu mendimet e veta edhe me mujt ato mi verbalizu edhe mi kuptu edhe mi verbalizu ndjenjat e veta edhe me i ndihmu që ati fëmijë me u zhvillu plotësisht. Përkundrazi menoj që shumë shpesh na mendojmë që kur je fëmijë i mirë, është sjellja e mirë, edhe kur është sjellja e keqe në thojza, e konsiderojmë ose etiketojmë një fëmijë si fëmijë i keq. Është diçka që ndodh hala në jashtë me dalë kudo në park e dëgjon prind të ju thonë fëmijëve bënu vajzë mirë ose mos u bë vajzë keqe. Kjo është pak në mendimin tim tragjike se absolutisht sjellja nuk ka të bëjë me fëmijën edhe përkundrazi mendoj që fëmijë të këqe nuk ka. Mirë po, ata munden me pas një sjellje sfiduese dhe sjellja sfiduese është pjesë e zhvillimit dhe formimit të karakterit fëmijës, nuk ka të bëjë absolutisht hiç me çka janë ata si njerëz, si persona. Edhe të njerëzit e mëdhej është pak a shumë e njëjta se sjellja është e ndame për individit gjithmonë. Mendoj që te fëmijët mo është edhe ma shumë për shkak se ndër moshën 6 vjeçare ata janë fazë zhvillimore, nuk është janë vitet formative ku formohet një person. Kështu që le që në shkollë të nas ekziston, po me thonë ti je fëmijë i keq, është tragjike edhe është e papranueshme. S'ka nevojë absolutisht hiç me përdor ato si term. Para disa ditëve kemi pas një diskutim me prind, për shkak që prindve ju vjen shumë keq kur na tregojmë një sjellje sfiduese të caktuar cilën e ka bu një fëmijë. Edhe unë gjithmonë mundona me ju tregu që është në rregull që ato gjëra që kanë ndodhur për shkak që fëmijët në asnjë rast nuk e këshyrin ndaj veprim tyne sikur me dëmtu dikën, ata shumicën e rasteve janë tu lut ose janë tu lyp reagim ose vëmendje prej dikujt tjetër, qoftë prej fëmijëve, qoftë prej të rriturve. Edhe prindë gjithmonë e kanë tendencën me kërku falje, mirë po para disa dite e diskutojshëm me një prind që është okay për një fëmijë me të kundërshtuar dhe me të thonë jo, ne nuk po du ose nuk po du me bo qëta ose nuk po du me arqë aty edhe mendoj që është shumë me rëndësi me u cek që në një klasë Montessori nuk ekziston fjalia se unë po thom qashto ose se qashto duhet, po gjithmonë mbështetet me një arsye edhe për eksperiencës e dim që kur një fëmijë i jepet një arsye pse bën ose pse nuk bën me bo diçka, ata gjithmonë kanë me përfundu tu e manifestu në mënyrën e tyne, mirë po tu vepru në bazë të diçkafit që ka me pas kuptim. Në kuptimin e njëjtë cilin t'ja arsyeton. Në qoftë se nuk ja arsyeton një fëmijës pse kur je në një debat me fëmijë dhe nuk ja arsyeton
veç kanë tu përkecu situata, se ata dojnë arsyetim, se sikur vetë sikur na që kërkojmë prej tyre me na tregu pse e kanë bën një sjellje caktume, edhe ata lypin prej neve të njëjtën. Edhe mendoj që është fair, fair prej fëmijëve me kërku prej neve edhe me pas durim edhe mos me hub qysh me thon durimin. Mendoj që sjellja e fëmijëve duhet me u analizu gjithmonë konform moshës rryllimore që e kanë. Nëse një fëmijë 6 vjeçare bën një sjellje të një fëmijë 3 vjeçar, atëherë duhet me shiku pse ose çka është arsyeja që ka ndodhur. Mirë, po në të njëjtën kohë me kuptu që ajo vjen prej dikahit, prej zakonisht diçka e mbrëmshme, nuk është asnjëherë me qëllimin me dëmtu dikon tjetër, po edhe nëse ndodh na herë rrallë ose në një rast caktum, zakonisht është reakcion ose e shohim prej situatës se çka ka dashur fëmija me shpreh në ato momente, se edhe ajo sjellje është një mënyrë e komunikimit, po vetëm po e komunikon një gjë që po e pengon ose po e mundon, ose nëse është lojë edhe absolutisht në lojë shumë shpesh ndodh fëmijët me u ngacmu, mirë, po ajo është që ajo ndihmon në anën tjetër, i ndihmon edhe me zgjidh problemin, zgjidhja e problemeve është një nga pjesëve kryesore edhe që kena qef na fëmijët me ju zhvillu, për shkak se i ndihmon me pas me marrë vendimarrja është tepër e rëndësishme çka mundohem me ndihmu fëmijëve me zhvillu edhe gjatë lojës janë të mësu krejt çto aspekte kognitive shoqërore. Po besoj që me qëtë epizod shumë i kemi qetësu disa për Po, që janë shumë të brengosur pse fëmija janë po sillet, se e ka moshën, it's okay. Kështu që po besoj që veç vlen me u shiku prej një kandi tjetër, edhe kur shikohet prej një kandi të zhvillimit të fëmisë, ka me qenë shumë e lehtë me i kuptu. Edhe sjellje sfiduese edhe krejt gjëra që ndodhin gjatë zhvillimit të fëmijëve.